Mirëmëngjes në Ishull Lezhë. Kam ardhur më në fund të shtëpia e kuqe. Kam kohë që pres që të vi arkiteti, ka ardhur dhe do ma prezantoj. Është një nga shtëpitë më të bukura në Shqipëri dhe jo vetëm, por është një nga shtëpitë më të diskutuara, më të përfolura në revistat e arkitekturës, sapo ka marrë pjesë në një garë të rëndësishme. Për këtë flitet në një mënyrë të tillë që më ka bërë gjithmonë kurioze. Për fat, Gëzim Paqarisi, arkitekt i njohur, shqiptar o zvicerian, ai punon në Zvicër, Shqipëri, Kosovë, ka ardhur dhe do ma tregoj vetë, është kënaqësi. Më ndiq ta shohim bashkë. Mirë se u gjej, zoti Paqarisi, me këmbën e djathtë. Mirë se vini. Faleminderit që më ftuat të shikoj këtë shtëpinë që po bën amin. E prisnit ju? Jo. Arkitektët janë modest, artistët e mdhenj janë modest në fakt, kështu që do doja të njohim vetëm shtëpinë dhe zotin Paqarisi bashkë sot. Ku do e fillojmë turin? Po të bëjmë një xhiro jashtë s'pak, e pastaj futemi edhe brenda. Edhe pse shtëpia është e konceptuar me themi 50% të sipërfaqes së jashtme, me jashtësi, është një ekuilibër mes jashtësisë dhe brendësisë. Jashtësia është gjithmonë hapësirë interesante në klimën e Shqipërisë, nga se 6-7 muaj në vit jetojmë jashtë. Dhe gjitha, edhe diçka që më bëri përshtypje kur lexoja për shtëpinë, materiale. Çfarë materiale është? Shtëpia është e tëra me materiale natyrore, pothuajse pa përjashtim, edhe një pjesë e madhe, nëse diku rreth 90% gjitha gjanave në shtëpi kanë ardhur me një jo më larg se 20 kilometra. Do të thotë lokale edhe është natyrale. Kjo suvatimi për shembull është përzimi i gëlqerës që e kemi prodhuar ne këtu në vend, me ranë, me gur të thyer, gur gëlqeror, edhe me hirë kemi përdor hirën, Hirën, cilën hirë? Hirën e qumshtit. Po. Përse është përdorur? Është lidhë si natyral i vjetër, është përdorur edhe në shtëpi në Gjirokastër, në Berat, po është harruar nga përdorimi. Në Itali përdoret ende. Venedikt, i tërë Venediku është i punuar me hirë. Këtë isha duke menduar tani kur shikoja shtëpitë në Venezia, si vazhdojnë që ndrojnë ato dhe si gjen asnjë gjë. Shiqo, hira dhe gëlqera janë materiale të gjalla. Nuk vdesin kur. Molekulat e tyre janë gjithmonë në aktivitet. Kur ka lagështi, e marrin lagështin e tepërt, kur ka mungesë e lirojnë. Edhe lagështia mbetet në 2-3 mm e parë, do të nuk futet më brenda. Kështu që, sidomos për shtëpitë buzdetit, le të themi, është mirë të përdoret. Po, nuk ka qarje, thotë se është materiali i cili ngjitet automatikisht, self-healing, është materiali vetë shërueshëm. Thotë në momentin që ka qarje nga tërmete, lëvizja e tokës e tjera, ajo kur i vjen lagështia kur ka shi, e merr lagështinë nga ambienti edhe i mbyll vrimat. Flasim për vrimat vogla. Do kem punë këto stanet e ferma tani ku që merret vesh që bëhet me hirë. Është hira hudhet këtu, nuk është një material që ka ndaj vlerë. Po pra, e hedhin. Por kjo më pëlqen gjithashtu, mermeri i kuq. Po, kemi gjetur me shumë mund, po ka qenë pak e rastësishme. I kemi gjetur 2 gur të mëdha të një gurthys këtu në 3-4 kilometra nga fshati. I kujt është? Ai na ka thonë që është guri i Kuksit, që e ka sjell për një përdorim para 20 viteve dhe që nuk e kanë përdorur se ka qenë shumë jo stabil, do të në kuptimin është qarë, nuk kanë mujtë me batë copë të mëdha e tjera. E ne pranum rrezikun, ai tha nëse prej këtyne 2 gurve mundemi pas në 100 metra, 150, por një pjesë e madhe humbet. Edhe ne pranum, që ngjyra e tij është absolute e njëjtë me ngjyrën e. Se ne kemi përdorur një pigment natyror, do të pigment dheu, po për beton, për lyrje, është pigmenti i njëjtë, është përdorur gjithmonë me përqindje të njëjtë. Edhe e ka dhënë këtë ngjyrën uniforme të shtëpisë. Edhe lart pastaj tamam? Po, është beton, sipër betonin. Mbajtja e shtëpisë, struktura është në beton. Po, beton e gjitha. Po dhe betoni është lokal këtu se vjen nga kruja. Po, kështu që është afër. Gjithçka ndërkohë edhe për pajisjet është përdorur betoni, edhe për të krijuar për shembull këtë një pjesë për shembull kjo pjesa e pulti i kuzhinës është bërë me beton. Gjana tjera janë, kjo është një sistem i kuzhinave zvicrane. Bultau, po kjo është janë intervenimet. Po nuk kemi dashur me bëj një kuzhinë klasike, do thotë me. E kemi një depo për gjanat, se këta kemi prodhime të tokës këtu.
Shëruhen, është një dhomë për dhomë e ftoft për O, sa bukur. Ta shoh pak? për depo. S'ka lidhje me arkitekturën. Është tmerr. Nuk ka lidhje me arkitekturën, por ka lidhje me Nëse ushqimin. kjo është pjesa e qëndrimit ditor, është paksa e izoluar për të krijuar një atmosferë pak më intime, më të këndshme. Nuk ka mundësi me po ka vista kështu perspektiva në të gjitha diagonalet. Në mëngjes e merr diellin e shef nga dritari atje në Sa po lind. sipër. Kjo është penduar në mënyrë të tillë për dritare të mëdha. Domethënë që çfarë është jashtë? Ne kemi përdorur një teknikë që unë e kam përdorur në projekte tjera, do thotë është teknikë e mëshme, por nuk jam i vetmi, e përdor në arkitekta të tjerë, do thotë. Është ideja që dritaret e mëdha janë dritare fikse, nuk hapen. Janë dritare për dritë edhe për shiqim. Jo për Ndërsa dritaret e vogla, si ato, janë dritaret që atë hapen, këtu kanë rrjeta se ka mushkonjë në zonë. Do thot, ato hapen për aerosi. Edhe ideja është që shtëpia është bioklimatike, do thot, është e konceptuar që me majtë edhe të ftoftin edhe nxehtin, varësisht nga vera apo dimri. Edhe nëse kishim pas hapje të mëdha, ajri i nxehtë ose i ftoft jashtë i shfut shpejt mbrëmje, kështu që është e kontrolluar në një Kështu që këtu nuk ka nevojë për kondicionim. Do thonë vetëm o gjaku për kemi një ftohje ndrysheme, ngrohje ftohje ndrysheme. Me një pompë termike, sistemit inverter. Dhe ndriçimi. Po ndriçimi është integruar në Sa interesant. Po është i dobët, ndriçimi ulët? Ndriçimi primar është ky, po mandej ne i përdorim këto llampa tjera pak për atmosfera, vazhduhet, po. Unë kam disa modele janë të mia, për shembull, ai pembe aty, ai bardhë janë modele që unë janë prototipe të llampave dizajnuara për me. Ka disa gjana këtu, kemi disa karrika që i kam dizajnuar. Janë këtu. Ajo është një artizani lokal nga Baldreni, afër këtu. E kjo është lampa ime, këto janë dy prototipet. Që i përdorni gjatë gjithë Po, për shtëpisë. mbrëmje japin një dritë, kjo jep një dritë të kuqe të bukur, ajo është e bardhë. E kështu. Mandej kemi ca gjana janë, tëri është pak adhuruese e dizajnit bashkohor, kemi mundu me i sjell disa gjana që janë si them ikona të dizajnit. Unë e pyeta kur ishim jashtë, po tani po e pyesna një herë për shikuesin. Unë mendoja që shtëpia e kuqe ishte shtëpia juaj. Do të shtëpia ku ju banonit. Në fakt nuk është kështu. Ju jeni vetëm Unë jam arkitekti. arkitekti. Është arkitekti këtë shtëpia që si lindi, pse doni ta bënit këtë gjë këtu? I kërkuan apo? Po. Ju kërkuan që të Po, bëni? është tokë familjare, do thotë këtu me shumë gjenerata, edhe është rrit familja, shtëpia e vjetër ka qenë e vogël edhe nuk ka mujt me. Po pastaj si u bë një vepër arti? Si u Po vendosi të aty bëj? është ajo alkimia e arkitektit, vendit edhe porositësit, do thotë, një lloj trekëndshi i cili është i domosdoshëm për një punë të mirë. Vija re që në shkruan në Instagram, është për shitje? Dhe ju thoshte Po, nuk është? kishte pyetje të tjera. Po ndërkaq, shtëpia si e mori famën? Me njerë? Më sa po ndodhe filluan gjithë? Ne kemi publikuar në disa portale të arkitekturës, cilat janë të famshme, cilat është pak vështirë të publikosh. Ata na kanë publikuar në fillim, Archdeli, Design Bomb, disa portale kështu që kanë shikueshmëri shumë të madhe. Edhe pastaj është pëlqyer sidomos tek kreatorët e modës, ka shumë kreatorë të modës të famshëm që kanë bërë publikime pastaj. Mandej disa revista si Elle Decoration kanë bërë artikuj, është një revistë japoneze Pen që është kështu lifestyle më e shitura në Japoni, edhe ata kanë bërë një artikull, ka shumë që mos mi numru, edhe pak në ka zanë befasi. Kështu që tani nga fundi erdhën dhe shqiptarët, gazetarët shqiptarë, ne jemi të fundit. Nuk jeni të fundit, jo, nuk kemi pranuar neve deri tani se këto pronarët s'kanë qenë këtu, po ishte pak, edhe ishin ca detale të papërfunduara atje. Plus që nuk është se çdo njeri mund të vijë dhe ta shikojë shtëpinë, se tani kjo është shtëpi private. Është private, po. Që ta shpjegojmë. Nuk është fair. Ne keni privilegjin këto me fut në. Faleminderit shumë. Lart pastaj? Lart do ju tregoj, kjo është pjesa është një bibliotekë në një kthim të hapshme. Shtëpia funksionon në një mënyrë si dy shtëpi. Thotë kjo është nukleusi, thelbi kryesor ku me një dhomë, banjo, pjesa qëndrimit ditor, biblioteka sipër e cila mjafton për një qift që është këtu të nkohën, thotë. Ndërsa pjesë tjera janë dhoma të pambaruna, cilat e kanë banjot e veta dhe
mundën me u përdorë edhe prej jashtë direkt pa u futur brenda. Me siguri do të ma bëni pyetjen pak për shtëpia, është pak e brutale, se ne kemi materialet janë të natyrshme, nuk i kemi mbulu. Thot pjesa e strukturës e kemi lënë të ashtu si që kanë lënë mjeshtit e parë në ndërtimin e vrashtë. Ndërsa pastaj pjesë tjera jemi mundu me kontrastu, do thot janë dyrt, janë shumë të lëmuta, po pjesë tjera janë relativisht kështu. Kjo është një karrikë që unë e kam dizajnuar. Ndërsa kjo kënej është një replikë që shifet këtu, po është e përzgjedhur, është e këtij Pierre Jeanneret, i cili ka qenë bashkëpunëtori i Corbusiers nga India. Këtu e shiqojmë lindjen, këtu është lindja në mëngjes. Këtu ka është me gjelbrim për rreth me lisa, nuk ka ndaj vist të hapën shumë, duhet me ngrit pak sipër. E nga këtu është vendi pak ku kemi pak hapje. Vazhdojmë këtej. Kjo është dhoma e fëmijëve, që nuk është e rregulluar ende 100%, këtu janë 3 shtretër për fëmijë, që munden me qëndru bashkë, po kanë privacitet secili pak. E këta e kanë një banjo të tyre këtu. E pastaj këtu munden me shiqu poshtë në këto dritaret e mëdha, edhe goglat. Që shikonim. Ose ka lartësi të ndryshme që për gjitha masit. Dhoma e vetme që do t'ju tregoj realisht, ato tjerat janë pak të banume, kështu që... Po edhe kjo është e banume, është dhoma e vetme sipe. Do me thonë të gjitha dritaret vetëm të vogla, hapen, to tjerat janë, po janë të vendosuna në diagonale zakonisht për me mujt me boni ose tërthore. Po dritaret e mëdha si kjo për shembull janë vetëm për dritë edhe për peizazh. Ku shifet rana hedhën anaj. Mali sipër. Që këtu? Po. Kur dalim jashtë e shohim edhe kalanën e leshës. Sa bukur. Dhe pjesa jashtë sa bukur është realizuar. Çfarë kënaqësie estetike dhe çfarë qetësie të jep kjo shtëpi. Duke sikur e kuqja e ngacmon njeriu, por fakt kjo e kuqja e qetëson. Qetëson, po. Po shiqja këtu më kanë pyet shumë për punën e ngjyrës. Ngjyra është bë pak rastisht, po në anën tjetër unë kam kërkuar me përdor një material që funksionon mirë me të gjelbërtën. Ne e dim që kuqja është komplementare me të gjelbërtën, është vetmja e cila krijon ekuilibër e jo ngacmim, sikur se kishte qenë me ngjyra tjera ose e bardhë, kishte qenë shumë e fortë. Mandej edhe në rëndësi, kjo ngjyrë zbut diku rreth 30, 40, ndoshta deri në 50% dritën. Dritën e zbut. Kjo lloj. Do të me pas qenë e bardhë kishte qenë diku 3 fish më e ndritshme, e fortë. Prandaj kështu e jep një atmosferë më nuk e kisha përdorur këtë material në veri të Evropës për shkak. Këtë dua të di, për shkak kjo i përshtatet këtij vendi, në veri në vend ku ka shumë diell. Në det kë do përdornit? Në det duhet patjetër ngjyra kështu pak më të mbyllta. Të mbyllura. Se unë shikoj shumë në jashtë mundesh me përdor për reflektim, do thotë, sikur në këto ishujt grek ngjyra e bardhë që zbut nxehtësinë e diellit, ndërsa mrena është verbuse nëse është. Brenda jo e bardhë, e errët, do thënë në det. Por po shikoj shumë ngjyrat e errta tani në jug të Shqipërisë, në Vlorë, për shembull shikoj shtëpi të errta, të zeza, Pse e bëjnë këtë gjë? Po atë them unë, nëse ka dritare të mëdha, duhet me ekuilibru, se përndryshe nuk mundesh me fjetë mrena, duhet të nkolmi, e ke vrejt, shumica e njerëzve i mbajnë perdet e mbyllura, ne s'kemi perdet këto. Po, fare. Se nuk ka nevojë, edhe për shembull, edhe arkitektura është bërë në një mënyrë që shtrati është në një zonë të nuk i bie dielli direkt. Po mundesh me fjetë pa mbyll asgjë. Pra kjo është në funksion të njeriut, jo të fotografit, kjo është? Jo, është bërë me idenë me u fotografu. Tjetër gjë që ndodhi pastaj. Po, ndodhi pak, po ashtu. Po është mirë se pak e jep një vizion të ri pak për një arkitekturë që është edhe për, si themi, kjo nuk është shtëpi e shtrenjtë, nuk është shtëpi e oligarkut, është shtëpi nëse mundem e quajtë kështu, shtëpi e popullit, kupton, është. A kjo është shtëpi e popullit, jo oligarkut. Po në kuptimin që kjo nuk është më e shtrejtë se shtëpi tjera për rreth. Mund të pyes për këtë gjë? Ka problem të pyes, domethënë, këtu ka kushtuar puna juaj, studios.
apo dhe materialet kushtonin? Kush ka kushtuar? Shtëpia nuk është e shtrejtë, është diku 20% është ma lirë se një shtëpi e tregut. E kësaj masie. Po, është e thjeshtë edhe nuk ka shpenzime të kota, nuk ka mbështjellje, nuk ka dekorime. Thot, këtu vetë arkitektura është dekor. Sa bukur është menduar, në çdo moment, kopshti futet brenda, sera. Tash këto krijojnë, dritaret e vogla krijojnë të njëjtën kohë privacitet nga kjo anë, po edhe lajnë mundësi me pa vizionet shkurtë. Shiko sa mrekullie, duket sikur shikon, çdo dritare ka një histori. Ja, më vjen pak fabi këtu, nxjerr kokën te kjo dritarja dhe shikon ata të dy që po punojnë tani. Shi sa bukur është. Ua, ju e keni sjell ishullin e Lezhës brenda në shtëpi. Jo vetëm që se keni nxjerr këtë shtëpi nga ishulli. Unë ju thash më herët, unë konceptoj arkitekturën si të pandashme nga vendi. Arkitektura duhet me qenë një lloj kristalizimi i vendit. Edhe në mënyrës jetesës njerëzve, po normal edhe deri dikon i këtij si të në shpirtit arkitektit në një mënyrë. Unë nuk mundem me bënë që gjëra të cilat mu nuk më pëlqejnë, me cilat unë nuk identifikohem me dhënë. Ju do jetonit në një shtëpi të tillë. Pa problem. Kur vini për pushim këtu? Po, unë vi shpesh, po. Shtëpia është bërë me idenë me qenë e këndshme. Thot me ofru një komfort, thjeshtësi, po të afrim ndaj natyrës, do të në çdo momenti me qenë me shiju manifestimet e natyrës. Shiko çfarë pamje, shiko pak andej. Shikohet tek pishina, qeni i shtëpisë. Edhe ai e pëlqeu shtëpinë kaq shumë sa erdhi këtu, afroa vet. Si që historia e tij? Po, qeni ka 3 vite, pothuajse që ka ardhur vet, ka qenë qeni i abandonuar me siguri edhe nuk është largu kurrë. Edhe ne vendosëm me majtë që është shumë i butë. Edhe është bë pjesë ka gjatë ndërtimit, pa u përfundu shtëpia. Po pra, edhe nuk ka ardhur shtëpia vjetër, për ka ardhur këtu edhe nuk ka lëviz kurrë. I ka vënë. Kështu që vendosëm them Kush e di sa të tjerë tani duke e parë shtëpinë do pyesin që a shitet, po përqia juaj do jetë kjo jo, po bëjmë të tjera. Po, ashtu, po. Ju punoni në Shqipëri? Kam filluar me punu. Keni filluar? Kam ca projekte. Ku kryesisht? Në Tiranë për momentin, po janë në projekt. Shpresoj që do të realizohen të shumë. Shtëpi populli apo oligarkësh? Jo, janë ndërtesa më të mëdha. Se kjo është e bukura. Në fakt më ka qelluar të nuk e kuptoj arkitekturën, por kuptoj kënaqësinë që marr për një godinë edhe rahatin që ajo më sjell. Dhe kjo më mërzit së fundmi që shikoj godinat bukura të rëndësishme, emrat njohur, por shikoj që ende në fshat, atje ku duhet të kishte mbajtur shtëpi të tilla, vazhdojnë me ato shtëpi 3 katëshe, që 2 kate do i kenë 2 djemë që zvinkur janë dhe maçoku vogël. Do të thënë janë diçka nuk po funksionon. Që tek ne nuk ka ndodhur kalimin nga arkitektura tradicionale në arkitekturën bashkohore. Nuk ka ndodhur ky kalim, do të kemi një lloj përzierjesh. Kjo materialet e reja kanë sjell teknika të reja të cilat neve nuk i menaxhojmë ende si duhet. Po pse? Pastaj nuk e kuptoj? Puna e arkitektit nuk respektohet si duhet. Është edhe kjo që mungon nuk kuptohet ende ideja që arkitektura bashkohore është gjuhë e shprehjes e cila jep mundësi shumë më të mëdha se arkitektura ndërtimi i thjeshtë, do të themi. Një shtëpi e thjeshtë është në shumicën e rasteve konsiderohet si strehim, ndërsa arkitektura ofron diçka më tepër. Ofron një ambient inspirues, një ambient ku mundesh me gjetë qetësi, me gjetë harmoni, po unë e them edhe e përmirëson përgjithsisht konditën humane. Edhe ky është roli i arkitekturës në një mënyrë, pa përmbajtje, arkitektura nuk ka qëllim, se nuk janë vetëm gure, tulla e beton, po ka përmbajtje, ne duhet mi dhënë përmbajtje. E nëse është në një zonë kështu fshati, mirë është me sjell në pah këtë bukurinë për rreth, gjanat cilat nuk janë. Në një shtëpi qyteti është temë tjetër, po edhe aty duhet funksionu me këtë logjikë. Pastaj këtu janë komshinët, gjithandej. Parcela është e madhe, kështu që
është një largësi. Kjo është shtëpia vjetër, kënaj? A shtëpia vjetër e familjes? Ajo ka qenë një shtëpi, ajo që shifet me gurë, të shtëpia vjetër, pastaj vëllezërit janë nda, njëri ka kalu në një anën tjetër, ka ndërtu tjera, është shku një lloj densifikimi i pakontrolluar, po kjo është situata. Atje është kalaja e Lezhës. Sa bukur. Këtu ke një dëshirë të mos flasësh, jo të flasësh. Nuk e di pse. Është thirrje në qetësi, do thotë. Më mbyll goja. Shumë urime. Mandaj neve kjo pjesa jashtme e kemi bë me idenë që me pas përjetime të ndryshme. Ka pjesë të mbulume, ka pjesë të hapura, ka pjesë të gjysmë mbulume, gjysmë të hapura. Duket sikur ti mund të ulesh këtu, të shikosh një film. Nuk e di, edhe pse këtu jo, s'ke mundësi të shohësh film, po ulen njerëz ndryshëm. Mundem me improvizu teatr. Po, një teatr të rastit, të qastit. Po. Po neve kemi përdor shkallën si ide për me vazhdu oborin terracën e poshtme me pjesën sipër. Do ta shohim prej atje duket sikur se ky obori vazhdon në pjesën e lartë. Dhoma të gjitha këtu? Po, janë 4 dhoma në këtë anë. Mandej kopshtin e kanë rregullu pak familja me kjo për shembull ideja e një kopshti tropikal pak me kaktuse, me këto lulet e shkretinës. Ndërsa pjesë tjera pak më. Kjo toka është shumë pjellore, është ka ujë shumë. Këta nuk rrisin kur gjë këtu. Është dhe toka me ujë dhe mbillet, se pash që po punonin. Çdo gjë rritet këtu, po. Po mbillet ende. Ama sa mirë ka njerëz, sepse këtë më ka pa ankthi ndonjëherë. Është aty problemi janë gjeneratat e fundit. Po, të rit kanë ikun. Po mirë, po të shohin shtëpi të tilla mbase do kthehen, sepse kjo ndoshta është një shembull që ti mundesh. Fiks. Aty është pak edhe ideja, do thotë nëse është një shtëpi e cila të ofron një komfort që ti vështirë mundesh me gjetë në një apartament në Itali apo në Zvicër ose në Gjermani, ndoshta është pak një tentim për të cilë njeriu tek vendi vet. Se ka shumë tokë këtu të papunune, ka toka të cilat nuk ka familje ku kanë mbetur vetëm pleqet në fshat, të rritë kanë ikur. Edhe është nuk ka kush, mandej ka mungesë punëtorëve, thotë shumë vështirë me gjetë punëtorë. Kush punoi këtu, me kë punuat jo? Kanë punu ekipe të ndryshme, se ka zgjatë ndërtimi, kemi fillu pak para pandemisë, mandej kemi pauzu një 2 vite, në periudhën e pandemisë. Kemi ndërru, plus këto materialet që i përdori unë kanë qenë pak na ikin pak mjeshtit, se nuk kanë djeni, po unë ju kam spjegu si me i përdor, po ka shumë që pritojnë me ndërru. Po, janë mësu me një sistem ndërtimi shumë banal, jo efikas për klim këto, me materiale ngjitsa që janë me bazë nafte, që nuk janë të shëndetshme realisht për. Keni bërë një punë të jashtëzakonshme. Mua vetëm në vend të më vi një pyetje, më vjen një mendim. Çfarë mund të bësh, si mund të jetë, sepse kjo është kënaqësia e madhe që këtë punë e keni bërë këtu dhe jo në Zvicër. Po në ishullin e Lezhës. Do të pyes edhe për punën që bëni në Zvicër, po ja ta shijoj edhe pak të vendin. Është një magji e madhe, mrekulli. Dhe kjo që pam, është e gjitha. Po, e tëra. Do të ju duket ndoshta më e madhe kur e shikon më e vogël më e madhe në për fotografi se sa. Në fotografi duket, jo, kjo është siç është në fotografi. Kjo është siç është shtëpi, do thotë shtëpia duhet masia brenda një shtëpie është proporcionale me numrin e njerëzve, duhet me qenë e këndshme për jetesë. Unë nuk i kam qef gjanat që janë të mëdha për qenë të mëdhaja. O dhe s'bën asgjë në ato dhome, le që një ditë të bësh palestër, po të s'bën kur palestër. Në faktu, çdo gjë kishte një funksion. Po, çdo gjë ka funksion. Çdo gjë është bërë për shfrytëzim. Kjo, mandej, është pak, për shembull, kjo zonë këtu në Nur, është shumë e këndshme se tërhek gjithmonë qarkullim, ka freski, ka dallim temperaturave, kjo platoja përpara e ngrit temperaturën. Po për aty ishte nxehtë. Edhe kur është këtu temperatura më e lartë, kjo ngritet sipër.
kur ngritet sipër bën ftesë të ajrit nga ana tjetër. Kështu që gjithmonë ka rrënim në këtë zonë. Pishina funksionale ajo. Po, është me kryp. Me kryp, Po, me ujdeti. Po, kryp detit. Është sistem më ekonomik se sa pishinat me klor. Pse? Krypa e detit është më e lirë se klori. Edhe sistemi është më i këndshëm për lëkurë, nuk i vjen era. Çfarë pamje, çfarë mrekullie. Qeni si ka emra? Toja. Toja, kam qujtë si mas një arkitektit që më pëlqen. Kjo shtëpi tani është sa po fut për një çmim tjetër, përveç faktit që është shtëpi kopertina, është shtëpi nga ato që e fusin në hartë arkitekturën shqiptare, të një shqiptari, sepse ndonjëherë më ndodh që gëzohem që në Tiranë ka kulla, po ato nuk kanë emrat tanë, ose ka piktura murale, po ato nuk janë ne. Dërsa kjo shtëpi është ne. Dhe ky është gëzimi që ndjen këtu, që ti e ndjen, që edhe pse s'ke lidhje me ishullin e Lezhës, kjo është shtëpi shqiptare. Ne kemi vret një fenomen që të papritur, që shtëpia është pëlqyer jashtëzakonisht shumë edhe nga masa të cilat nuk kanë ndonjë dieni në arkitekturë. Kemi pas komente nga njerëz të rrethit të ri që na kanë shkruajtur, ka thënë është e mundur që një gjë e tillë është ndërtuar në Lezhë. Thot një lloj identifikimi i papritur me këtë arkitekturë. Kështu që e vërtetë është që besoj që kemi nevojë për gjëra tona. Unë besoj që është edhe një gjenerate e arkitektave. Nuk është gjendja sikur para 40 vite ose 30 vite më herët, ka arkitekta të mirë në region, do të ketë edhe më shumë në të ardhmen. Kështu që shpresojmë që ky shembull do të përsëritet. Jo, për shembull, unë tek Mrizi, kam dashur gjithmonë të flas për Mrizin, se më ka bërë përshtypje që ata i kanë dhënë zë tonës, bukës tonë, djathit tonë, dhe këtu jepet zë materialeve tona të ndërtimit. Bukuroshi, do të marrë pjesë, po në kamera, jo këtu. Toja të Brigitte atje. Toja. S'ka që. Të ndërpreu. Më ndërpreu. Të ndërprerje pache. Përmende Mrizin. Që është një ide që kur flasim për gjërat tona në arkitekturë, automatikisht njerëz mendojnë në një revival, një rilindje të gjërave të vjetra. Nuk e marrin me mend që është e mundur me bë gjëra të reja, bashkëkohore me identitetin ton. Me gjëra të cilat janë të mjedisit ton, me materiale të cilat janë tonat. Ndoshta edhe me arrit edhe në shprehje formale të cilat nuk i ngjajnë asnjë vendin në botë, janë tonat. Po janë të reja. Nuk do të thotë që duhesh me ndërtu kullat gurit për me bërë arkitekturë tona. Po ndryshon Shqipëria në arkitekturë dhe çfarë shikoni ju në këtë? Është një tendencë, ka shumë kritik të arkitekturës sot që mendojnë që ajo gjanat e vlefshme momentalisht janë duke u kriju në periferi, jo në qendër. Do të thotë nuk kemi në gjë shumë të jashtëzakonshme në Paris, New York, Berlin. Gjanat më interesante momentalisht janë në për zonat të shpërndara, në vende si Portugali, Spanjë, në fshatra zvistrane, e tjera, nështë edhe në Shqipëni së shpeti, në vende ku nuk e pret, do thotë, ku është ku ka ende identitet, po jo globalitet të... Po pse? Ka një kthimi tek... Jo, thjesht është një energji, është një e cila nuk është përdor, dhe e cila ka shumë për të thënë. E kupton, arkitektura globale e këtyre qendrave të mëdha është repetitive, një ndërtesë në Paris apo në Berlin apo në New York, me pa vetëm një ndërtesë të izoluar, nuk e di në cilin qytet mundet me qenë. Kjo është arkitektura internacionale, si e quajmë neve. Po ekziston edhe një shprehje tjetër e cila është në Pah, e cila është në frym viteve të fundit. Është një lloj regionalizmi bashkëkohor, jo si të them rilindje e shprehjeve të vjetra. Po është e re,
po është regional. Ju keni kuruar, keni qenë kurator i Kosovës në 2014 në Bienale dhe unë isha këtë vit në Bienale dhe ndjeva këtë frymë edhe atje. Një lloj fryme e rikthimit të thjeshta, të normalja, madje në një moment se njeriu e shpjegon në mënyrën e vet artin, sidomos kur nuk është artist, po qeshja dhe ndalova gjatë tek një shitës frutash. Do të shiteshin fruta dhe ajo ishte pjesë e artit në një, nuk e di kë ekspozon të cilin vend, dhe poria po shikoja dhe thash, në fakt kjo është e vërteta. A ndalon ti kur vijnë frutat ose kur peshkon dikush puzdetit dhe ti rindalon, pse të mos vijë ajo dhe ajo është art në mënyrën e vet. Një lloj kthim në normalitet uroj ta kemi, sepse ka pasur shumë botox. Nëse është shoqër në besoj në Shqipëri edhe në Kosovë që e njoh më mirë, është ky vrulli i shumë viteve pasive, do thotë mos ndërtimi në 4-5 deceni i madh, nëse jo edhe më tepër, edhe normal që është një presion financiar, presion demografik, presion i ardhjes në zonat banueshme, nga periferia, edhe është një vrrull i madh i ndërtimit. Aty është pak problemi, kur gjanat bëhen shpejt, mundën me u bë edhe keq. Arkitektura mirë kërkon kohë, kërkon pasion, kërkon durim. Pak investitor, pak njerëz e pranojnë sot këtë aspekt. Po kjo shtëpi është punu 4-5 vite, mëse jo edhe më tepër. Kërkon kohë. Në Kosovë tërkohë? Çfarë bëni? Në Kosovë jam aktiv që nga viti 2000 mas luftës, 2001-2002. Kam ndërtu relativisht shumë, mbi 20 ndërtesa në Kosovë, që nga ajo periudhë. Unë jam me bazë në Gjenevë, zyra ime është në Zvicër, në Gjenevë, po punoj në Kosovë rregullisht, por shpresoj do të mërij me punu edhe në Shqipëri, jam shumë i... Po, mbase shtëpia me siguri. Si do ja bëni të përballoni kërkesat? Aty të shohim, unë jam arkitekt autor, unë punoj ende vetë shumë, stafi im janë asistent që më përcjellin mu, po unë i dizajnoj çdo gjë që del nga zyra ime. Unë nuk do ta kem kurrë një zyre shumë të madhe, se kam dëshirë me kontrollu punën tim, me punu punë më pak ndoshta, po të kualitative. Kështu që kështu kam funksionu gjithmonë, që nga fillimi i karrierës, funksionoj edhe sot. Marr gjëra të cilat realisht më japin liri, më tepër se sa gjëna e parë që e kërkoj te një klient është e shoh mundësinë, sa ka mundësi unë kreativiteti. Nëse më kputet kreativiteti, atëherë nuk shkoj më lart. Po në Zvicër si ja bëni për kreativitetin ju? Në Zvicër situata është më ndryshe, niveli i përgjithshëm është i lartë, niveli i arkitekturës është i lartë, puna është në një projekt që në Zvicër ne punojmë 2 vjet, 3 vjet, në region këtu punohet ndoshta 2-3 javë ose një muaj. Është koha e produksionit shumë e shkurt, normalisht proporcionalisht edhe e paguar shumë më pak. Pastaj është thjesht roli i arkitektit, nuk është kuptu kurrë, tamam. Neve ende, unë jo, se unë boj përjashtim, unë gjanat cilat i dizajnoj, i vizatoj, kujdesem edhe për ndërtimin e tyre. Marr pjesë deri sa të realizohem deri në fund. Po ka shumë pak nështë e ngjengishta njerëz që punojnë si unë. Zakonisht, në Shqipëri e kam vrejt, ishte kështu fakt arkitektët projektojnë, pastaj janë kompanitë zhvillimore ose kompanitë koordinimit ndërtimit, cilat mirën me zbatimin. Arkitekti është një lloj vizitori pastaj, por nuk ka një rol aktiv për mu arkitektura është ndërtimi, realizimi, ndërtesa është qëllimi i fundit. Nuk janë vizatimet, nuk është reprezentimi. Dhe shikon një dëng me vizatime, në fund? Po, rezultati është... Kemi arkitektë mirë ne shqiptarët, sepse unë vëre shumë arkitektë uaj, dhe më thënë një farë mënyre me dorë të lirë tani, në përgjithë Shqipërinë, dhe duke sikur, sa mirë do ta zbukurojnë, po ana kuptojnë ata, e kuptojnë shpirtin e këtij vendi? Aty kam dyshime edhe unë, do thotë se është kërkon kohë dhe ajo, do thotë kërkon kohë, kërkon jo. Ja këtej. Ullu këtu. Kërkon investim kohor më të madh se sa që shumica e këtyre zyreve të mëdha që janë corporate
ku realisht nuk dihet kush ç'a bën, apo kupton, vjen një asistenti asistentit, i dora e treta, e katërt, puna bëhet në një mënyrë komplet jashtë, ndoshta me staf i cili kur s'ka qenë vend me pa vendin, me shiju ambientin ku ndërtesa ka me u bë. Po nuk po gjykoj përgjithsisht, ka arkitekta të mirë që janë momentalisht të angazhuar. Në Shqipëri. Po. Nuk është. Që po bëjnë gjëra të mira, domethënë ju si janë disa emra të mirë, po, janë disa emra të mirë. Se ka pak Vlorën, duke qenë se unë jam vlonjate dhe më vjen keq kur shikoj vërdall, është njësoj, janë hotele njësoj, 5 katë, 10 katë, po janë njësoj. Nuk më tregojnë asgjë. Vlora ka pasur godina italiane, që është e vërtetë, arkitektura ishte, unë vetë kam lindur në një shtëpi e cila është bërë 89 në Vlorë, atë e gjen në çdo vend të Romës, atë shtëpi tani, mbase nuk ishte vlonjate çdo gjë, por ne jemi mësuar me këtë lloj shije, e cila po ta shikosh tani në Vlorë, është ndryshe, është bukur, por nuk është Vlorë. Do të thënë, nuk e di çfarë duhet të ndodhte në këtë qytet për të sjellë diçka nga shpirti i qytetit, që të mbajë dhe të kthejë njerëzit, se në fundit arkitektura të përzë ose të kthen. Të fton. Që është një frymë, është një kulturë e vjetër këtu e cila ka pas ndërprerje të madhe në vitet e mas luftës së dytë botërore, po kultura ekziston, që nga Justiniani është ndërtu në këto, me rregulla në këtë zonë. Nuk kemi qenë neve pa arkitekturë. Pastaj duhet shiqu këtë edhe në një aspekt pak më gjanë, të regionit. Influencat e huaja kanë qenë, sa i përket arkitekturës, nuk kanë qenë influencat të këqija. Përgjithsisht, ky hasja e arkitekturës osmane, për shembull me arkitekturën vendore, ka dhënë shumë vepra qytete të cilat realisht nuk janë, për shembull Berati ose Gjirokasta, kanë shumë ngjashmëri formale me ndërtesat turke, po kuptimi përmbajtja e tyre është plotësisht origjinale vendore. Për shembull, po jap një krahasim të vogël në arkitekturën klasike domestike shtëpiake turke, përdhesa nuk është banu kurrë. Është banu vetëm kati. Ndërsa në shtëpitë tona ne e banojmë përdhesën. Është një ndryshim fundamental, për shembull. Mirë, po influenca e tyre strehtë dhe mëdha, ato janë shprehje realisht edhe të materialeve të cilat janë përdorur. Në këtë aspekt, rregullat pastaj urbane, si janë ndërtu qytetet, ne mendojmë që arkitektura vjetër ka qenë shprehje e rastit, por nuk është e vërtetë. Ka pasur shumë rregulla, të cilat neve i kemi harruar dhe ajo është pak identiteti ynë. Në këtë aspekt ne mundem me gjetë gjëra të cilat mundën ma tepër me u lidh me një diçka që na ka formuar neve edhe e cila është një tipar ndoshta i yni. Është vërtet vështirë me emëru kështu me. Por uroj të vi kjo dita kur të mos thuash o sa bukur si jashtë, por të thuash o sa bukur si dikur, se ne kemi pasur, ne mund ta rikthejmë edhe kam përshtypjen që kjo shtëpi e kuqe është një shembull i tipik edhe uroj edhe dallëndyshja e rikthimit të tonës edhe të bukurës. Faleminderit shumë që më sollët këtu. Do doja pak t'ju shoqëroja të më shoqëroni pak tek kopshti. Gjithë kopshti është shtëpisë apo jo, janë edhe shtëpi tjera afër? Janë disa të familjeve përreth. Po, ky është i familjes shtëpisë deri në fund atje. Po, ajo zona ndaj është mbjell para 3-4 vite me udhëhi. Sa madhe është gjitha? Nuk e di, janë disa hektar. Janë disa hektar. Po. Përgjithsisht ka ulli, ka shega, ka pemë, po jo në mënyrën... Po shtëpia, sa zë? Sa hapësirë? Shtëpia në perimetri jashtëm është 20 metra me 20, po pjesa e banueshme është dikur 240 metra katror, nuk është më e madhe. 220? Po. Nuk është, duket shumë dyfish më e madhe, po pjesa jashtme është afër 200, kjo pjesë që nuk është e mbyllur faktikisht. Po kjo është ajo që e bën më të bukur pjesën brenda. Edhe e bën më të madhe, e bën më, po, se ne mundem me jetu 6 muaj të vitit jashtë. Po. Edhe kjo jep për shembull tash në mëngjes,
kjo zonë është në hije, është më e freskët. Pas dite është ajo zona nej, do të mundesh gjithmonë me ndjek hijen nëse duhesh me u strehu, e dimrit e kundërta, do të me ndjek diellin në për pjesë cilat marrin vëllëze më shumë. Shtëpia e kuqe e bërë me hirë, me 2 r dhe me hirë. Me shumë hirë. Më dha shumë kënaqësi sot. Uroj t'ju jap gjithë juve që e ndiqni edhe gjërat bukura paqim edhe ndafshim nga herë. Kënaqësi që këtë e bën në tokë shqiptare një arkitekt i rëndësishëm shqiptar. Faleminderit zoti Paçoriti, kënaqësi. Faleminderit ju. Se tani u reatuam me çokolata, me kafe, kështu që kur reatohet, çfarë bën? Flasim për parat. Nga që më pëlqeu shumë dhe me sikur që njerëzit do pyesin, dua të kuptoj sa e shtrenjtë është puna e studios suaj. Këtë dua të kuptoj që nëse dikush ju kërkon, duhet të ketë droje? Unë punoj me çmime lokale, do thotë, në Kosovë punoj me çmimet. Jo të Zvicrës? Jo të Zvicrës, edhe në Shqipëri njëjtë. Po si e mbani studion pastaj apo? Po kemi punë në Zvicër me punë në Zvicrës që paguhen shumë më tepër. Ekuilibrojmë pak. Bëhet një balancim. Balancim. Edhe një kontribut për kontekstin. Edhe të themi në ndërtesat vogla nuk është aspekti financiar primar. Ndërtesat e vogla janë në humbje për neve, po janë pjesë e cilat më pasionojnë, unë nuk puna, gjanat, tipi i cili më pëlqen më shumëti me punu janë shtëpit. Janë shtëpit. Po pastaj në projektet mëdha është pak ekuilibrohemi me projektet mëdha, thotë. Po normal përsëris do të unë adaptohem tregut lokal. Nuk jam më i shtrenjtë se arkitektat tjerë të vendit. As në Shqipëri, as në Kosovë, po nuk jam ndoshta më i liri, por nuk jam më i shtrenjtë. Mundohemi me mërime puna që ne e bëjmë është shumë më e madhe se unë punoj edhe në Kosovë, edhe në Shqipëni, edhe në Maqedoni kam një projekt me standardet zvicrane. Në Zvicër në një projekt punohet 10 dhe 20 herë më tepër në aspektin kohor se sa që punohet në Ballkan në region. Unë nuk e kam ndërru dorën kur, do thotë mundohemi me punu me të njëjtin standard. Mos me pas dro me u krahasu me një arkitekt zvicran, unë e kam licencën zvicrane që 30 e kusur vite, të njëjtën me disa arkitektë që janë duke ndërtuar kulla në Tiranë. Thotë kemi diplomën e njëjtë, licencën e njëjtë. Thotë unë mundohem edhe në ndërtesat vogla dhe të mëdha me pas standardin e njëjtë.